a kam të drejtë të ta gënjej burrin për pagën sa e kam atë pra, për shkak se ai mi merr të gjitha parët për shpenzime. Nuk lejohet me gënjy. Gënjeshtra është haram. Vije keq, po as në këtë rast nuk bën me gënjy. Pastaj është mesele tjetër se si do e gjesh një alternativë halal për mos me dhon këtë parët burrit. Por, thamë edhe tjetër, nëse burri është hallik, s'ka mjaftueshëm të holla, ka nevojë për to, edhe ti i ruan për lukset e tua, etj. Mundoni me gjetë një gjuhë përbashkët, një mirë kuptim, me dhon burrit ato pare si sadak për hir të Allahut. Kjo është këshilla më e madhe që ta jap. Mirë po, prapë në parim themi që ai duhet me të lanë diçka për shpenzimet e tua. Gjenë një gjuhë përbashkët, Zoti ju rujt.